krijojnë, duhet të kërkojnë thellë brenda vetes, të ulërasin me zot lart kush jam nga vijuar, çfarë ti do ju let, dhe ta ndërtojë atë. Njeriu nuk duhet presi sepse nuk ka kohë. Dhe ata që kanë dëshirë për të krijuar, duhet të krijojnë sot që të nesërmes ti dalin përballë edhe ti thonë që unë të dhurova diçka. Kush është euro? Euro është pikërisht ai fëmia i cili vërtitej nëpër prallat dhe mitet që rrëfente gjyshja, një personazh që endet në pavedije. Del brigjeve të detit, anës së lumenjve Shkumbin dhe Sema, dhe kërkon për keckat që i rrëfente gjyshja. Shiko, është një shprehje e Picassos që thot gjithë jetën përpiqemi për të pikturuar si të rritur dhe kur plakemi përpiqemi të pikturojmë si fëmijë. Dhe euro përpiqet të zbatoj pikërisht të shprehje, të krijoj atë çfarë flen në të. Tre fjalë që frymëzojnë: mite, këngë dhe muzikë. Dhe unë kam një rutinë time, e cila më ndesh me njerëz të shumt, që nuk janë as pak të zakonshëm, me të cilët unë kam krijuar një lloj simbioze. Ktu në sytë e tyre mi shërohen gjitha ato personazhe mitike të cilat vinin tërfyera nga gjyshja ime. Kështu unë marr shtysën për të kërkuar anë në detit keckat. Keckat i gjej në ato fjalët të cilat dalin të ripërtypura nga subkonscienca e detit, siç janë drurët, por ato dalin në brigje. Dhe pikërisht në këto dru, të cilat janë ashtu si krijesa mitike, lexoj imazhet e banorëve, lexoj imazhet e keckave, lexoj imazhin e Bushit, e Laços. Dhe me fare pak ndërhyrje nga imagjinata ime, përpiqem t'i kthej ato në jetë dhe t'i quaj veprart. Dhe më pas vijoj në studio ku me të cilat punoj, jetoj, flas, këndoj, duke i shkëputur nga uji dhe nga brigjet e detit apo lumit, i vendos atyre një simbolik që t'i dërgoj prapë tek uji, e cila është tamba, e janë të gjitha një meditim dhe një këngë me vetë, ku unë e marr këngën dhe vetja ime, uni, ma kthen këngën. Takia për mua është një identitet i humbur i këtij popullit që jeton këtu dhe i nxjerr nga gërmadhat e humbëtirës dhe të arresës dhe e kthyer në uniformën e përditshme të një artisti. Do thoni ju, çfarë është ajo që i shkon euros në ëndra si keck dhe i thot keep going, vazhdo përpara. Është e ardhmja. Euro do të mbetet i pa harruar në mendjet e njerëzve. Me veprën e tij.